verë cilësore, e para është të kemi një lëndë parë të mirë. Vera cilësore fillon nga vreshti, pa përmendur ato standardet teknike apo teorike. Nëse ke një vreshtë të mirë, nëse kultivon një varietet të mirë dhe një rush me cilësi të mirë, prodhon verë të mirë. Sa varietetet të rushit keni ju në fermën tuaj? Unë shoh disa këtu që keni sjellë. Ne kemi disa varietete, po dominojnë varietetet autoktone, sheshi bardhë dhe sheshi zi. Cili është ky? Kjo është një rush tavolinë dhe cilën sepse ne nuk kemi në sezon tani dhe i kam mbledh nga lënd nga mbetjet e vreshtave, sinqerisht. Këtu kemi një Cabernet Sauvignon, këtu kemi një shesh të zi dhe këto janë të mbledhur nga sezoni ka mbaruar. Atëherë ne këtu kemi, pra ne prezantojmë me disa varietete. Varietetet kryesore dominante janë sheshi bardhë dhe sheshi zi, sepse këto janë varietetet shqiptare, gjenetikisht shqiptare dhe si me thënë Shqipëria mesme e ka mburret me sheshet. Sheshet kultivohen gjithë Shqipërinë. Pastaj vjen Caberneti Sauvignon, që është një verë 7 vjeçare dhe që në përbërje përsëri ka sheshin. Pra, ne kemi arritur të përmirësojmë cilësinë e verave, deri tani kemi marrë si bazë varietetet e huaja, kultivohen në vreshtat tona, por nuk garantoj që e ardhme do jetë varieteti bazë do jenë varietetet